Të nderuar shikues, ju përshëndesim drejt për së drejti nga Pallati i Sporteve Qazim Dervishi i Shkodrës, ku po transmetojmë ndeshjen e basketbollit për meshkuj, Liga Unike Shqipëri-Kosovë në mes Vllaznisë Vendase dhe Apollonisë Mysafire. Jemi në startin e pjesës së dytë të ndeshjes, ndërkohë që pjesa e parë është mbyllur në baraspesh me shifrat e 36-36, kanë qenë dy periudha shumë të dy luftuara me tejet rivalitet nga të dyja skuadrat dhe minuta 20 e mbylljes së periudhës së dytë fiksoi shifrat 36-36. Ka nisur kjo pjesë e dytë me mirë dhe Vllaznia me Klajdi Kirin ka shënuar në këtë moment dhe është në avantazh skuadra shkodrane. Përsëri Kiri lufton, por i marrin topin Fjeraket dhe kanë shënuar, ka nisur shpejt, ashtu siç ishte edhe pjesa e parë. Edhe pjesa e dytë është mjaft interesante, dy skuadra me shumë rivalitet. Vllaznia në këtë moment është në avantazh të 1 pikë, 41-40, por ka shënuar skuadra Fjerake e Apollonisë dhe merr avantazhin 41 Vllaznia, 42 Apollonia. Arnold për Vllaznin. Kiri, shtatlati Vllaznisë, përsëri Kiri në tabelë, kanë shkaktuar gabim personal në dëm të Klajdi Kirit. Shtatlarti Shkodran i lindur dhe rritur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës me origjinë nga Shkodra, me prind Shkodran, por luan të shpe për Vllazninë e Shkodrës. Ka mundësin Kiri të barazojë rezultatin, gjujtja parë e lirë nuk arrin të shënoj. Pak me herë shënoj 2 pikët avantazhit, por shënoj me pas edhe Apollonia. Kiri përsëri, gjujtja 2 të lirë. Nuk shënon as në gjutjen e dytë të lirë. Topi për ekipin e Apollonisë, Jackson. Për 3 pikë, Apollonia nuk shënon, fiton topin Vllaznia për Kirin. Ky top, por e kanë devijuar në fundore Mysafiri. Për Vllaznin Thomas dhe shënon 2 pikët kuqe blu, pikrisht numri 3 Vllaznisë, duke dhënë avantazhin 43-42. Ishte Parker. Sulmi për ekipin Fjerak për 3 pikë. Kanë shënuar Fjeraket, marrin avantazhin përsëri. 43 Vllaznia, 45 Apollonia. Të nderuar shikues, vazhdon të jetë një superndeshje me shumë rivalitet, me shumë emocione. Luhet për Ligën Unike Shqipëri-Kosovë, ku vetë baraspesha gjatë të gjithë ndeshjes tregon qartazi për luftën e fortë sportive nga të dyja skuadrat. Ndrim tek Vllaznia. Largohet Kiri për momentin.
Sulmi për Vllaznin është Bright. Nuk shënon, por fiton gabim personal. Gjytja parë e lirë për Brighton Vllaznis ka shënuar pika 24 ndaj 45 të Apollonis. Nëse shënon në këtë gjytje të dytë të lirë, barazohet rezultati, ashtu ka bërë 45 Vllaznia, 45 skuadra fjerake Apollonia. Bojnë firaket, Vllaznia ka mundësi të marrë avantajin nëse është saktë në këtë aksion. Dhe ka shënuar Vllaznia me Arnold. 47 Vllaznia, 45 Apollonia. Jemi në periudhën e tretë të ndeshjes. Ndërkohë që perioda parë është mbyllur me fitoren e ekipit fjerak 14 me 16. Vllaznia ka fituar periodën e dytë 22 me 20 dhe pjesa e parë është mbyllur në baraskesh 36 me 36. Thomas për Vllaznin nuk është i saktë. Ka mundësinë Apollonia ta barazojë rezultatin. Jackson për firaket dhe për timi ti kërkon kolegët e tij që luajnë për 3 pikë dhe marrin avantazhin. Jo vetëm barazojnë, por marrin avantazhin me këtë gjytje distance 3 pikëshe. Plus 1 Apollonia, 47 Vllaznia, 48 Apollonia. Sulmi për Vllaznin, Bright. Ka duar gabim personal dhe skuadra fjerake. Është pranë për Vllaznin që gabon. Kishte mundësi të barazonte rezultatin. Vetëm një pikë është skuadra fjerake në avantazh. 27-28, gjytja e dytë lirë për Brand. Ka shënuar dhe ka barazuar rezultatin në shifra 48 me 28. Sulmi për Apollonin. Sulmi për Vllaznin dhe gabim personal në favor të ekipit Kuçe Blu. Dita 6 për periodën e tretë. Shifrat janë të barabarta, 48 Vllaznia, 48 Apollonia. Luhet për ligën unike. E shpërdoron ditën e parë të lirë skuadra Kuçe Blu, por shënon në të dytën dhe merr avantazhin 49 me 48 dhe topi është përsëri për Vllaznin. Një ndeshje plot emocione, lufte fort sportive dhe rivalitet.
Thomas për Vllaznin. E kanë humbur topin bashkëpunëtorët e Vllaznis, por e rimarrin në çast. Aksioni kuqe blu, Parker ka shënuar Vllaznia 51, Apollonia 48. Pushimi i kërkuar nga trajneri i ekipit të Apollonis, pikërisht Christos Konsites, që duket shumë i nervozuar. E shikojmë edhe nga plani i parë që ju përcjell Veriu Sport, të nderuar shikues. Veriu Sport, i cili po përcjell drejt për së drejti këtë ndeshje, shumë i nervozuar tekniku i Apollonis pas këtij fillimi jo të mirë në periudhën e dytë, në pjesën e dytë, por në periudhën e tretë. Luhet periudha e tretë ndeshjes Vllaznia Apollonia. Periudha e parë ka folur për miqt që kanë fituar me shifrat 14-16. Në të dytën djemë të drejtuar nga Elin Llazani të Vllaznis kanë fituar 22-20 dhe pjesa e parë është mbyllur në baraspesh 36-36. Tashmë jemi në pjesën e dytë. Luhet minuta 6, Vllaznia 51, Apollonia 48. Vllaznia punon në këtë ndeshje me Thomas, Kopnikun, Parker, Brand, Klajdi Kirin, Aron Krujen, Sedrit Piranaj, Bojar Tafa, kapiteni Robert Shestani, Samuel Bashdari, Antonio Brejc dhe Orlando. Trajner është Eni Llazani. Kanë konsumuar pushimin të dy skuadrës, nis Jackson të aksion të Apollonis, tentohet 3 pikë, gabojnë Fierakët, tjetër mundësi i Vllaznis për të filluar avantazhin, por e ka shpërdoruar Vllaznia këtë aksion. Tashmë mundësia është në krahun tjetër tek skuadra Fierake. Përsëri e shpërdoron këtë aksion Apollonia. Ndrim tek Vllaznia në lojë kapiteni Robert Shestani dhe largohet numri pres Brand. Aksioni për Vllaznin. Thomas vet aksion individual, por nuk arrit të shënojë. Në përgjigjet e Apollonia që aksionin e përfundon me pikë dhe e ngushton në 1 pikë plus avantazhin e Vllaznis, ku ishin +3. Shënon Vllaznia dhe e çon përsëri në +3. Aksioni për Apollonin, që ka shënuar në mënyrën më të mirë pasi depërtimit të Jackson. Parker, Shestani, Thomas për 3 pikë. Super Thomas ka shënuar nga distanca, duke filluar në 55-52 avantazhin e ekipit të Vllaznis. Jackson për Apollonin ka shënuar dhe e ngushton në 1 pikë diferencë avantazhin e skuadrës kuqe blu. Aksioni për Vllaznin, Thomas për 3 pikë Vllaznia e i shënon në mënyrën më të mirë
Ka shënuar pikisht numri 33 Antoni Brajc. Vllaznia 58, Apollonia 54. Luhet perioda 3 të ndeshjes. Shënon Apollonia përsëri dhe ngushton në 2 pikë diferencë. Shumë rivalitet. Shumë lufte fort sportive dhe emocione në të dy kampet përkatëse. Thomas për vllaznin. Bon vllaznia, por përsëri ka topin në zotërin tenton përsëri për 3 pikë. Antoni Brajc, por nuk shënon. Thomas ka shënuar në limitin e periodës së tretë. Pikërisht kur topi u spostua nga duart e tij dhe ju drejtua koshit, u dëgjua vërshëllima përmbysje periodës së tretë, por sipas rregullorës kur topi është në ajër dhe i lëshuar nga basketbollisti, rregulloria përmban të quhet koshi, të vlerësohet dhe i tillë ishte edhe koshi i vllaznisë dhe pikë barazhi tashmë është Vllaznia 61 dhe Apollonia 56. U mbyll në mënyrën më të mirë kjo periudhë e tretë për ekipin e Vllaznisë, kur dy të parat kishin rivalitet. Fitoi Apollonia periudhën e parë 14-16, Vllaznia të dytën 22-20 dhe pjesa e parë u mbyll 36-36. Tashmë Vllaznia, kur duhen edhe 10 minuta të periudhës së katërt, kryeson 61-56. Skuadra thirake në këtë ndeshje ka këtë përbërje në protokoll, është Jackson, është Campbell, Tegu, Shkurdi kapiteni i skuadrës, Loshi, Bade Nakuqi, Bani, Lame, Holt, Silver dhe Ademakoa. Sistam, trajneri i kësaj skuadre është Kristos Kosidis dhe asistenti i tij Ajdi Gërmau. Në ekran tjetër, Vllaznia ka për trajner Eni Lazanin dhe asistent është Roni Xheçaj dhe Antonio Shabani. Ka nisur perioda e katërt dhe fundit e tretë ndeshjes. Vllaznia në avantazh 61-56, por ka shkatruar gabim personal Robert Shestani. Apollonia, aksioni për Vllaznin. Arnold, kapiteni Shostani për 2 pikë, nuk i binde topi. Nuk përfundon me kosh kjo aksion i Vllaznisë dhe jep mundësi skuadrës pirake që nëse shënon ta shkurtoj diferencën. Depërtim i skuadrës pirake me numrin e 43 që ka arritur të shënoj pikisht Ademo Koja, quajtur Koshi, 2 pikë, ka të drejtën një gjutje të lirë.
E shënon dhe këte dhe shkurtohet diferencën e 2 pikë plus për Vazhdin. 61 me 59. Luhet minuta e dytë për periudhën e 4 të ndeshjes. Arnold, Anthony, Price, mbëllohet rreth nga Fjerakët, nuk arrin të shënoj. Tashme Fjerakët kanë mundësi se nëse këta aksion mbyllen me sukses ta barazojnë rezultatin. Për momentin e shpërdorojnë për 3 pikë, nuk shënojnë. Është me shansi është për Vazhdin se ta filloj avantazhin. Arnold. Shëstani për 2 pikë, por ndron mendim. Sëri Shëstani. Duhet të përshpejtojë Vazhdin se mos i digjet aksioni. Arnold i pasak. Apollonia në këtë aksion nuk shënon. Shansi për Vazhdin përsëri. Arnold vet e çuditshme. Sa prani ishte shënimit të koshit, nuk arrin të shënoj dhe nuk e bën Vazhdia, e realizon Apollonia barazim në shifra 61 me 61. Shtohen emocionet. E kësaj ndeshje plot rivalitet që luhet për ligën unike Shqipëri-Kosovë. Thomas për Vazhdin. Thomas në ring të ke dyja skuadrat rikthehet në fushën e lojës Klajdi Kiri dhe Brand. Baraspesh 61 me 61. Kiri ka topin e parë mjaftin në tabel, por nuk arrit të kontrollojnë si duhet Kuçeblut nga vija anësore. Gjystarët e ndeshjes Edison Gjoni, Anibal Ju dhe Virencin Ndreu e kalen topin e ekipit Fjerak. Për 3 pika Apollonia e shpërdon. Pikishte numri 13 Bate. Brand për Vazhdin. Vazhdojnë Baraspesha në shifra 61 me 61. Thomas. Kiri. Dhe vërton vet Kiri në tabel. Minuta 4 për periodën 4. Thomas luan për 2 pikë, nuk i shënon. Aksioni për Apollonin është Kandër. Don Vazhdin në tabel, njështë aksion në shpeci Brand. Shkaktuar gabime personal Adem Koja i Apollonis. Vazhdojnë Baraspesha 61 me 61. Brand Kiri i kanë shkaktuar gabim personal. Fjerakët kanë të vështirë ta mbajnë të djaloshë 2 metër 0,8 cm shtatlarti Kuçeblu. Shëstani për 3 pikë. Ishte në mrekullisht. Kapiteni Kuçeblu shfaqet në këtë moment e bindës në momentin më të mirë, në kohën e duhur.
3 pikë plus Vllaznia. Shkurti. Topi për Apollonin. Ndrim tek Apollonia. Lëviz në stol tekniku i Apollonis Kristos Konsides. Kërkon të mos e lejoj Vllaznin të thelloj avantazhin. Jackson. Bates. Topi për Vllaznin, Brand. Një blosë bashku me topin, Kiri, Shestani. Për Kiri në tabel vetë Kiri. I kanë shkaktuar gabim personal Kirit. I kanë shkaktuar gabim personal Klajti Kirit, është thash me herë të ndërruar shikues, është i vështirë ky djalë të mbulohet. Është i vështirë, është shumë i përgatitur nga ana fizike, statësia e tij është me të vërtetë një përsi e tij ndaj kundërshtarëve, 2-0-8. Dhe topi për Vllaznin. Brand. Për gabim personal në favor të Vllaznis. 2 gjujtje për Vllaznin për Mr. Brown. +3 të ndëruar shikues të Veriu Sport që përna ndihti drejt përse drejti nga pallati i sporteve Qasjet Dervishi i Shkodrës. +3 është Vllaznia me shifrat 64-61. Këtëm që Vllaznia e Shkodrës luan në grupin B të Ligës Unike, në një grup me ekipin nga Kosova, Golden Ylli, ekipin tjetër nga Kosova, Gopeja dhe Apollonin e Fierit. Brand me sukses i sakt në ekzekutimin e gjujtjes së parë të lira. Dhe një mundësi për Brand e shënon dhe të dytën. 65, 66 Vllaznia, 61 Apollonia. Ndrim tek skuadra Kuqerblu. Largohet kapiteni Shestani, rikthehet ndoj Arnold. Duhet minuta 5 e periudhës së 4 dhe të fundit të krejt ndeshjes. Tre pika Apollonia i shënon. I shënon dhe afrohet Vllaznis vetëm me 2 pikë diferencë. Ky 3 pikësh i Apollonis ishte shumë i vlefshëm për skuadrën pirake. Thomas Brand ka humbur kontrollin e topit Vllaznia. Mundësia për Apollonin, për mbrojtja është ngjeshur. Ka shënuar Apollonin dhe ka mundësinë edhe të një gjujtje të lirë. Në lojë përsëri Shestani. I barabartë të ndëruar shikues të Veriu Sport, rezultati 66 me 66, numri 13 bate i Apollonis me sukses në të gjujtjet e vetme të lirë dhe i jep avantazhin Apollonis me 1 pikë plus. Thomas për skuadrën shkodrane. Arnold
Shestani për 3. I ka shëlluar nga njëti pozicion si që shëlloja dhe pak me herët kapiteni Vllaznisë, Robert Shestani. Jep avantajin Vllaznisë tashmë me +2. Apolonia është përdorën të aksion. Dhe tashmë Kuçiblut kanë mundësi. Nëse shënojnë në kakësër të afëllojnë më shumë, janë 2 pikë plus Kiri. Dhe Kiri në tabelë dhe ka marrë gabim personal. Një divertim energjik I Kirit drejt koshit kundërshtar është ndalur vetëm me personal. Po luan mjaft I mirë, 2 metrosh I Klajdi Kiri. Merë dhe përgëzimet e trajnerit në këtë momente të teknikut Eni Llazani dhe diçka e orienton që t'jetë më depërtues, t'jetë më këmbgulës tek koshi kundërshtar. Kiri, gjujtja e lirë e tij nuk shënohet. Shikojmë gjujtjen e rradhës. Vllaznia është +2. Shënon në gjutën e 2 të lirë, 70 Vllaznia, 67 Apolonia. Luhet minuta e 6 të ndeshjes nga fundi. Nga fundi I kësaj minute, shkurti për Apolonin. Gabim personal në dëm të Vllaznisë. Bates. Nuk ka shënuar. Vllaznia, 67 Apolonia. Dhe shkon në 68 pas këtij ekzekutimi të saktë nga gjujtja e lirë e Apolonisë. Pushim I kërkuar nga trajneri I Vllaznisë, me çfarë konstatova Eni Llazani, kur Vllaznia është 2 pikë plus. Të ndëruar shikues të Veriosport që përna ndiqni drejt për së drejti nga pallati I sporteve Qazim Dervishi I Shkodrës. Juri kujtoj se është një ndeshje për ligën unike Shqipëri-Kosovë, ku Vllaznia bën pjesë në grupin B së bashku me Golden Ylli dhe Gopeja të Kosovës dhe Apolonin, ndërkohë në grupin A është dhe Beslidhja e Lezhës, Teuta e Durrësit dhe 2 ekipet kosovare, Vëllaznimi dhe Bore. Një ndeshje plot rivalitet që ka tregojnë edhe shifrat, ku perioda e parë është 14-16 për ekipin mik, 22-20 perioda e dytë për Vllaznin dhe pjesa e parë është mbyllur në baraspes 36-36. Tashmë luhet minuta sa po ka filluar minuta 7 për periodën e 4, perioda fundit të gjithë ndeshjes. Rezultati është Vllaznia 70 dhe Apolonia 68. Takipin po e gjykon një tresh arbitrës me Edison Gjonin, Ani Balliun dhe Vyrënsin Ndreun. Topi është për Vllaznin, që ka arriven në lojë, nis aksioni Kuçeblu, Thomas Arnold Shestani, mjaft I lëvizur të përton, I kanë shkaktuar gabim personal. Qetësinë e kampin Kuçeblu, frymëmarrje pas vëzhgimit në favor të Vllaznisë për Shestanin.
ka mundësinë për 2 gjujtje të lira. Nëse ishe non dhe llot avantazhi. Shestani, gjujtja parë e lirë. Nuk ka rrinë Shestani ta konkretizoj me kosh të gjujtjet parë të lirë. Edhe një mundësi për kapitenin e Vllaznisë, Robert Shestani. Nuk shënon as në të dytën, mbetet të fuqi, rezultati 70-68 për ekipin e Vllaznisë. Jackson për Apollonin. Shkurti për 3 pikë. Nuk shënon Shestani se ton topin në zonën kuqe blu dhe nis aksioni i Vllaznisë. Me Arnold Thomas ka mbrojtje të ngjeshur nga skuadra fjerake, ka të dëshirë të dëbërtojë Vllaznia e humbet topin. Mbrojtja e ngjeshur fjerake bën efektin e vet e çorienton Vllaznin në pas duke e shpërdoruar të aksion. Jackson, aksioni fjerak, shkurti për 3 pikë. Ndron vendim, nuk gjuan. Nga bënë edhe kolegu tjetër e ti. Vllaznia blokon kësul të ekipit fjerak në mënyrën më të mirë, dhe tashmë me Arnold në ishte aksion, kur luhet pitu 8 ndeshjes e periudhës së partë edhe 2 pikë të tjera për Vllaznin dhe 72-68 shumë i nervikosur tekniku i Apollonisë. E kemi parë gjatë të gjithë ndeshjes në këtë eksplosivitet dhe shumë i nervozuar me lojtarët e tij se i kritikon për shpërdorimin e aksionit të më parshëm kur Apollonia e shpërdoroi aksionin. Edhe 1 minutë dhe 32 sekonda të nderuar shikues të Veriu Sport nga fundi i kretë ndeshjes, një ndeshje shumë me rivalitet, me emocione, pse jo edhe me dramatitet, por ajo që vendos tashmë është pikërisht ky moment. Ajo që vendos është saksia e lojtarëve që do të tregojnë në këtë momente. Edhe 1 minutë dhe 32 sekonda kanë në dispozicion të dy skuadrat. Vllaznia është plus se 4 pikë. Një avantazh për Vllaznin, jo vetëm pikëzim, por avantazh edhe psikologjik dhe i favorshëm për të arritur ta mbajë këtë avantazh, këto shifra të distancën në fund të takimit për të dalë fituese, por gjithçka mund të ndodhë. Nëse gabojnë kuqe blut dhe janë të kujdesshëm fjerakët, rezultati mund të ndryshojë. Aksioni për Apollonin, shkurti, Jackson. Është një aksion ndoshta vendimtar, nëse humbe Apollonia është një shans për Vllaznin. Humbet Apollonia fillimisht, por shënon Jackson, ngushtohet në +2. Ky është ndoshta 1-2 pikësh frymëmarrje për ekipin e Apollonisë. Edhe 1 minutë 10 sekonda nga fundi. Aksioni për Vllaznin. Thomas. Duhet ta konsumoj Arnold. Ka shkaktuar gabim profesional fatale për Vllaznin, mungesa e konkludimit në këtë aksion, që nëse do ta shënonte, do ta dhonte në +4 rezultatin,
Tashmë dështon aksioni, nuk shënon, madje ngarkohet me gabim personal, ku fjerakët kanë mundësi të kërkojnë pikët me kampin dëllë, numri 4. E para gjutje e lirë, me sukses ngushtohet në 1 pik diferenca avantajë i Vllaznis, kur duhen edhe 55 sekonda nga fundi i krejt ndeshjes. Tashmë si thash më herët janë momentet më dramatike të gjithë ndeshjes. 10 pikë verrazhi i tillë e jep të mundësi dhe barazon shifrat. 72 me 72, kur duhen edhe 52 sekonda nga fundi i ndeshjes. Aksioni për Vllaznin, Arnold. Janë momente shumë vendimtare decisive për fatet e kësaj ndeshje. Thomas nuk arrin të shënoj. Shikojmë kjo gjutje për 3 pikë. Nuk shënon Vllaznia. Tashmë mundësia është për Apollonin dhe ka në dispozicion 25 sekonda. Kjo është shansi për Apollonin. Për 2 pikë Apollonia, nuk i shënon. Por to apës përsëri pa Apollonin, edhe 5 sekonda dhe 7. Jackson, barazim me shifra rezultati. E shikojmë bate dhe shënon dhe merë fund gjithë shka. Në sekondat e fundit, koshi shtes i Apollonis. Koshi 3 pikës, fiton Apollonia 72 me 75. Pra, shikoni çfarë përmbysje të ndëruar shikues të Veriu Sport. Në fakt, koha rregullt sa po vërshëdhoi arbitri, për topi ishte në lëvizje sipër dhe përfundoi në rrjetën e Vllaznis. 3 pikësh për skuadrën e Apollonis dhe fiton të gjithë ndeshjen me rezultatin 72 me 75. Shikoni pra çfarë emocioni, çfarë përmbysje. Një ndeshje që nga minuta parë deri në fund me shumë rivalitet. Të ndëruar shikues e Veriu Sport, nga unë Gaspar Marku në rolin e komentatorit, ju përshëndes për vëmendjen që dërguat në ndjekjen e kësaj ndeshje, e cila përfundoi me fitoren e ekipit të Apollonis me rezultatin 72 me 75, kur Vllaznia ishte +4 me vetëm 1 minutë e 30 sekonda në dispozicion. Gaboj në 2 sulme, përfitoi Apollonia dhe në sekondin e fundit shënoi 3 pikëshin që i dha suksesin. Skuadra shkodrane po largohet në dhomat e zhveshjes, ndërkohë që Apollonia po feston fitoren e kësaj ndeshje e vlefshme për ligën unike. Ndeshje plot rivalitet, emocion, patjetër dhe dramatitet, sidomos në sekondat e fundit. Këtu të nderuar shikues të Veriu Sport, mbyllim transmetimin tonë të drejt për drejt nga Pallati i Sporteve Kazim Dervishi dhe një rezultati i krejt ndeshjes. Vllaznia 72, Apollonia 75, takimi vlefshëm për ligën unike. Miru takofshim në të tjera ndeshje të drejt për drejta nga qyteti i Shkodrës.